Arredimi dhe rikualifikimi urban I superstradës Tiranë-Durrës nga kthesa e Kamzës deri në urën e Limuthit parashikohet të kushtojë rreth 1.4 miliard lek. Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë gati tenderin që përfshin fazat 1, 2 dhe 3, ku aktualisht po punohet për zgjerimin e këtij aksi të rëndësishëm rrugor. Ndërkaq, brenda këtij muaji pritet të hapen për qarkullimin e automjeteve korsitë e reja, që janë ndërtuar në segmentin që nis pas kthesës së Kamzës dhe përfundon tek mbikalimi I Rinasit. Më herët, përfaqësues të ARSH-s kanë deklaruar se kjo do të varet shumë nga koha, sepse një mot I ftohtë nuk e favorizon shtresën e asfaltit të fundit që ka ngelur për t'u hedhur, por pritshmëritë janë që të mos ketë pengesa. Hapja për qarkullimin e automjeteve do të bëhet përpara afatit kontraktual, pasi njëra prej tyre e ka afatin deri në maj dhe tjetra e ka në shtator të këtij viti. Ndërkohë, kontrata e tretë është nënshkruar gjatë 3 mujorit të fundit të vitit 2025, por synohet që brenda vitit të ketë rezultate konkrete. Kjo fazë përfshin ndërtimin e nyjes që lidh rrugën e Laknasit me projektin e zgjerimit të autostradës, teksa në dokumentet e tenderit specifikohet se zona ku kërkohet të realizohet ky projekt është një zonë me zhvillim të lartë, industrial, dhe së fundmi edhe me zhvillim të rëndësishëm urban. Pas përfundimit, superstrada Tiranë-Durrës do të ketë 8 korsi në total, nga 4 në secilin drejtim, ndërsa shpejtësia e lejuar do të variojë nga 90 deri në 140 km/h.